Njifemi si shoqni më shumë kështu reakcionare se sa proaktive. Më shumë merremi me pasojën se sa ndoshta me thelbin e problemit dhe më shumë jemi marrë në fakt me veprimet të cilat na kanë cënuar historinë se sa që historinë tonë pas luftës të fillojmë ta paketojmë, kushtimisht të them ta grumbullojmë krejt copzat në kuptim gjeografik, në kuptim të grupeve të caktume, të kontributeve që njerëzit kanë dhënë në luftën për liri, qoftë edhe te grupet e tjera të rezistencës paqësore apo akterët e tjerë, që thjesht ta krijojmë mozaikun tonë të historisë së rjetë Kosovës si një platformë mbi të cilën shoqëria e Kosovës do të kishte një konsenzus që të gjithë jemi aty. Ose do të mund të pajtueshim edhe nëse s'pajtuhemi, sepse të gjithë kemi një kockë të vogël aty që na përfaqëson nëse jo në kuptim sasior, në kuptim të përmbajtjes që jemi brenda historisë. Por që asnjëherë nuk ka ndodhur as si debat e as si proces. As nga institucionet e as nga shoqëria civile. Nuk dua të përjashtoj këtu njerëz të caktuar dhe organizata të caktuara, qofshin ndërkombëtare ose qofshin lokale që kanë punuar në idenë e trajtimit të traumës ose të mbledhjes ose të historive gojore, të viktimave civile ose të familjeve të dëshmorëve. Po gjithkush ka bërë diçka si copës e caktuar për një moment të caktuar. Por asnjëherë nuk kemi pasur vëmendje të mjaftueshme që shumë shpejt mund të kalojnë vitet dhe nëse historinë tonë e mbi vendosin të tjerët, të cilët nuk e kanë jetuar, nuk e kanë përjetuar, nuk e kanë njohur dhe kanë tendenca për ta njollosur ose për ta zhbërë, që se kemi menduar asnjëherë ta them të drejtën. E aty besoj që si duket jemi zonë gafel kështu. Dhe në Liria ka emër ka nis, ndoshta vonë, po pajtohem me ju, por ka nis si platformë civile e pa regjistruar për me nis me bo dokumentimin. Ne kemi gjiru disa video, i kemi para se me ndodhë Haga, faktikisht para se me shku në Hagë akterët e UÇK-s dhe të institucioneve tona, i kemi një seri të videove që kemi gjiru me rëfimet e ushtarëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Ka qenë seria e dytë e cila ka mbetur peng për shkak që Burbuqe Berisha ka ndru jetë, ajo ka qenë pjesë e platformës me ushtarët e UÇK-s, po që janë artistë dhe sot veprojnë vetëm në fushën e tyre të artit dhe njerëzit pak e din për dikë që ka qenë pjesë e UÇK-s, ndoshta 2-3 veta që e kanë thënë publikisht, ka shumë të tjerë që ne i njohim baza personale, po publiku nuk e di që kanë qenë pjesë e ushtrisë kombëtare të Kosovës dhe vazhdojnë e bëjnë rolin e artistit, do të thonë ose arkitektit. Do të thonë kemi pasur një seri, do të thonë të veprimeve që ne kemi nisur t'i bëjmë, dhe ideja ka qenë që krejt ky material të shndrohet në një muze të vogël virtual, i cili do t'i paraprinte disa proceseve të ardhshme institucionale për ta bërë një muze të historisë së re të Kosovës, mbi cilin do të keshim një pajtueshmëri ose një tokë të përbashkët për krejt ngjyrimet që i kemi historike në Kosovë. Por nuk ka ndodhur. Dhe në fakt shpalosja e platformës është dashur të nisë Liria ka emrin e këtij, atij, dhe në fund të vijë vula e UÇK-s, sepse proceset kanë nisë më herët, lëvizjet ilegale, rezistenca paqësore, UÇK-ja. Ne kemi dashur ta shpalosim në plotni përpjekjen tonë për liri. Por Haga na ka shty, edhe besoj edhe Ismaili mundet me tregu se sa dinamike e ka bërë këtë pjesë, që ne faktikisht nuk kemi mri qëllimin tonë se si e kemi nisur platformën edhe shpalosjen e idesë së saj me realizu. Ju e shihni edhe shenja, ende ka mbetur Liria ka emër, nuk ka logo, sepse ideja ka qenë me u shpalos gradualisht, qoftë edhe me akterët e NATO-s, me aleatët ndërkombëtar, domethënë, sepse Liria ka shumë ngjyra, ka shumë emra dhe ka shumë njerëz që në forma të ndryshme kanë dhënë kontribute. Natyrisht, kontributi jetik dhe për mua kulminant, edhe në kuptimin e vetdijes sonë kolektive, po edhe në kuptimin e kontributit historik, mbetet njeriu i cili një ditë të bukur përshëndetet me të gjithë edhe me veten, kushtimisht